Besimtarët musliman në Kosovë kanë filluar të kremtojnë Fitër Bajramin, një prej festave më të rëndësishme në Islam. Manifestimi qendror është mbajtur në xhaminë e madhe në Prishtinë nga ora 6:18, kur edhe është falur namazin në udhëheqjen e Mufteut të Kosovës Naim Ternava. Ajo drejtua besimtarëve me mesazhurues, derisa ju bëri thirrje edhe politikanëve që të gjejnë zgjidhje përmes dialogut dhe të mos ngesë vendi. Të dashur vëllezër e motra, s'ka dyshim se edhe shoqëria jonë sot po përballet me sfida të shumta. Shpesh shohim tensione, përçarje dhe vështirësi në zgjidhjen e problemeve edhe politike apo sociale, të cilat direkt prekin jetën e qytetarëve. Duhet ditur se dialogu është më i fortë se përçarja, se urtësia është më e fortë se zemrimi, se përgjegjësia është më e fortë se interesi personal. Nëse këto vlera i kultivojmë në jetën tonë shoqërore dhe publike, shumë probleme do të zgjidheshin më lehtë. Megjithatë, të mos humbasim shpresën, nga se shpresa është forca që e mban një popull gjallë. Si udhëheq shpirtëror dhe si përfaqësues i një institucioni që historikisht ka qenë pranë popullit në momentet më të rëndësishme të historisë sonë. Ndije obligim moral dhe qytetar të drejtohem me një fjalë të sinqertë ndaj faktorit politik të vendit tonë. Duhet ditur të gjithë, pa përjashtim, se shteti dhe institucionet e saj janë amanet i qytetarëve dhe përgjegjësi që ju besohet përfaqësuesve politik për të shërbyer me ndershmëri, maturi dhe vizion për të mirën e përbashkët. Prandaj, është e papranueshme që sot, në kohë paqe dhe në kushte të një sistemi demokratik, vendi ynë të ngesë për shkak të mungesës së vullnetit politik për kompromis, dialog, përgjegjësi dhe përpasojë zhvillimi i shoqërisë tonë të mbetet peng i krizave politike. Me rastin e Fitër Bajramit, Bashkia Islame e Kosovës ka hapur dyert për pritje. Ndër të parët që shkoi për vizitë te Muftiu Naim Ternava ishte i peshkvi Imzat Dodxherxhi. Pas takimit ai u shpreh se ky është një moment i mirë që të festojnë të gjithë bashk, duke shtuar se pavarësisht besimit, të gjithë kanë paqen në radhë të parë. Kam kënaqësinë që sot jam këtu në Bashkinë Islame për të uruar krye Muftiun së bashku me bashkëpunëtorët e tij dhe gjithë besimtarët musliman për këtë fest të Fitër Bajramit. Është një moment i mirë që gjithë bashku të festojmë. Edhe ne, sikur katolik, jemi në kohën e kreshmes, në kohën e agjerimit, në kohën e reflektimit, në kohën e lutjes, në kohën e përmirësimit të marrëdhënies tonë me Zotin dhe me njëri tjetrin. Kështu që shfrytëzoj rastin të ju uroj gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë, pavarësisht besimit katolik apo musliman, ortodoks apo diçka tjetër, ne dhe gjithë kemi paqen në radhë parë në zemrat tona, harmoninë dhe lumturinë në familjet tona, mirëkuptimin, paqen dhe rendin e vlerave dhe rregullave në shoqërinë tonë. E mbi gjitha i ftoj të gjithë të lutemi për paqen në botë, sepse bota asnjëherë s'ka qenë më e rrëzuar se sa në këto momente kur neve edhe agjerojmë edhe festojmë së bashku, këndej nuk më metet asnjë gjë tjetër përveç se për të thënën ato që e ka thënë një madh i fishta, ne në vërtet i festojmë Bajram e Pashk, secili sipas mënyrës vet, për shqiptarinë e kemi bashk dhe të ardhmen duhet ta ruajmë si të tillë. Faleminderit, urime. Vizita në Bashkinë Islame të Kosovës në ditën e fillimit të Fitër Bajramit patën edhe lider të shtetit. Ata uruan Muftiun Naim Ternava dhe gjithë besimtarët. Pas vizitës aty, kryeministri Albin Kurti krahas urimeve ka kujtuar edhe 37 xhallari Imam Sheller që ranë dëshmor në luftën çlirimtare. Kurse presidenti Javuz Osmani tha se shpreson që kjo fest i bëjë të gjithë bashkë dhe ta rresë solidaritetin. Derisa kryekuvendari Albin Axheu theksoi se Bashkia Islame e Kosovës ka bërë shumë për shoqërinë e vendit dhe shtetin. Pas muajit të shenjtë Ramazanit,
erdhi Fitër Bajrami, urime e përhajr, Bajrami i madh të gjithë besimtarëve, të gjithë shqiptarëve, një festë e gëzuar e cila njëkohësisht na i përkujton vlerat e solidaritetit, të sakrificës, të ndihmës që duhet të japim për ata që kanë më pak, që ndodhen në kushte më të vështira. Si çdo vit edhe si vjet, si për çdo Bajram, vizitën e parë e bëjmë te Myftiu Naim Tërnava, te kreu i Bashkisë Islame të Kosovës, këtu në selinë e tyre në Prishtinë, për t'i falendëruar për angazhimin, punën, rolin, kontributin edhe aktual edhe historik. Mirëmëngjes të gjithëve, ju uroj të gjithë qytetarëve të Republikës sonë me fat festën e Fitër Bajramit, duke uruar më të mirat për ta, duke shpresuar që Zoti i Madhërisëm t'i ketë pranuar lutjet dhe agjërimin e gjithë secilit, dhe duke shpresuar që kjo ditë si gjithnjë përgjatë historisë sonë të na bëj të gjithëve bashkë, t'i hap zemrat, t'i hap dyert e secilit, t'a rris solidaritetin dhe t'i rris vlerat njerëzore të cilat gjithmonë na kanë bërë bashkë si popull përfshirë në kohët më të rënda, kur pikrisht ky bashkim, pikrisht hapja e zemrave dhe dyerve na kanë ndihmuar që të tejkalojmë kohë shumë të rënda për shtetin dhe për kombin tonë. Dua ta falenderoj Myftiun dhe të gjithë bashkëpunëtorët e tij anë kënd Kosovës në Bashkësinë Islame të Kosovës për punën e jashtëzakonshme që e bëjnë përgjatë tërë vitit, por në veçanti përgjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, për të mbështetur familje në nevojë, për të siguruar që çdo familje ka begati, ka harmoni, ka mbështetje, ndihen dorën e mbështetjes edhe në kohë të rënda. Le të na shërbej kjo festë e Fitër Bajramit si kujtesë se secili nga ne mund t'ju japim shumë çka nga vetja, pikrisht që t'i lartësojmë këto vlera të shoqërisë sonë dhe pikrisht në këtë mënyrë e forcojmë besimin, por po ashtu edhe ndërtojmë një shoqëri më të drejtë dhe më të barabartë. Me fat Fitër Bajrami, paqe, shëndet dhe begati për secilën familje. Edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, bashkë me partijaket e tij, ka vizituar Bashkësinë Islame të Kosovës për festën e Fitër Bajramit. I pari i PDK-s se populli i Kosovës gjithmonë ka qenë solidar, duke i uruar të gjithë besimtarëve festën. Vizita aty pati edhe kreu i LDK-s, Lumir Abdigjiku, duke bërë thirrje që të ruajnë vlera që i gjejmë në këtë ditë. Ndërkaq kryetari i AAK-s, Ramush Haradinaj, pas takimit me Myftiun Tërnava, u shpreh se duke qenë bashkë me solidar është më mirë për të gjithë. Bashkësinë Islame vizitoi edhe majori i Prishtinës Përparim Rama, i cili ka uruar besimtarët dhe ka falendëruar Myftiun Tërnava për bashkëpunimin, duke shtuar se shpreson që të njëjtën ta vazhdojnë edhe në të ardhmen. Një tentemvrasje ka ndodhur të mërkurën në Kamenic. Sipas policisë, një burr dyshohet se ka sulmuar fizikisht një tjetër, me që rast viktima ka pranuar tretman mjekësor në spitalin e Gjilanit. Nga ana tjetër, dorasi gjendet në Arati, derisa hetimet po vazhdojnë. Lidhur me rastin është njoftuar edhe prokurori, siç ka njoftuar policia. Një person ka vdekur si pasojë e një aksidenti që ka ndodhur në fshatin Nadakac të Vushtrisë. Policia përmes raportit 24 orësh ka njoftuar se aksidenti ka ndodhur mes 3 veturave, 2 civile dhe një veturë zyrtare të policisë. Vdekjen e viktimës ka konstatuar ekipi mjekësor në vend ngjarje. Me vendim të prokurorit, trupi i pajet është dërguar në IML për autopsi, kurse drejtuesi i njërës prej veturave, i cili dyshohet të jetë shkaktari i aksidentit, është dërguar në mbajtje. Policia e Kosovës ka bërë të ditur statistika zyrtare për 24 orë të fundit, duke ofruar një pasqyrë të përgjithshme mbi gjendjen e sigurisë dhe trafikut në vend. Sipas raportit, gjatë kësaj periudhe janë shënuar 2 aksidente trafiku me fatalitet, 23 aksidente trafiku me persona të lënduar, si dhe 35 aksidente me dëme materiale. Në kuadër të kontrollit dhe menaxhimit të trafikut rrugor, policia ka shqiptuar gjithsej 2113 tiketa trafiku për shkelje të ndryshme të rregullave. Sa i përket sigurisë publike, janë arrestuar 15 persona, ndërsa 7 të tjerë janë dërguar në mbajtje. Gjatë kësaj periudhe nuk është raportuar asnjë rast i ndalimit policor apo i persona me vuajtje të dënimit.